kur e kam lind Ylken, unë e qajsha, edhe doktoresha qajke me mu. Edhe e përjetova ta prune një vajzë të bukur, 4 muaj e gjys, e mas 6 muajve, unë e Ylken e kom voros, se unë s'kom pranue me kallë, që shi kallin bebat në Gjermani. E thash, jo, unë jam muslimank, e takoj fes muslimane, edhe unë du me vorosin fëmija tjerë, edhe ata e pranu se shteti Gjermanë është kështu, adin se një nanë, kur thët atë gjaj bajnë. Ta 4 muaj e gjysmë me Ylken, qysh i kalove, edhe pse vendose mja lanë këtë temën, a ka në i histori mrapa? U kanë një gjamë, unë edhe kur kam probleme shëndetit, edhe kur kam pas probleme shëndetit, unë jam ka një njeri që nuk të regoj shumë. Nuk të regoj shumë. Unë e shumë mi mbaj ato më vete, apo kuptan gjithmonë e mendoj qysh me arrit tjetërin qëllim që unë e me përmisu atë problem. Apo kuptan, unë nuk këthena mrapa. Unë që kam dodhë nuk këthena mrapa. Unë ato gjana. Për ata, edhe pse kisha probleme, unë e qësha, shkojsha, sas që as burri jam, nuk e ka besu që jam smur. As burri jam, ditën e fundi kër i kam thonë burrit, nuk jam mirë. Edhe po më pyet pse, thash nuk jam mirë. Diçka nuk jam mirë, edhe e disha që kam shumë probleme, po vetëm këtë fjalja thash nuk jam mirë. Edhe në ora 3 natës, unë po ata tani një lëvizje të Shtazania, kisha një gjakderdhje, edhe kërkova për djallit, e thash djallit, thërmandime në shpet, se mami nuk është mirë, edhe ato me qëtësi, jo, me ato me thonë kuku, jo, krejt me qëtësi, thash nuk jam mirë, thërmandime në shpet, erdhe mu urdime shpet, shkova në spitali, një doktoresha erdhë me pijame, se ka di gjendjen teme, edhe kur erdhë, po më thetë, 2 gjana je, ose ti, ose beba. Edhe, por apet e kisha mendimin që do t'ja dalë. Por nuk ja dola. Edhe vajza Ylka ecin atë botë, edhe në fund unë kalova një pjesë, jo me thonë depresion, se unë atë fjallë depresion është shumë me madhe, ajo fjallë me thonë dikuj depresion. Po në ato mendimet, shkova atë me thonë vete tej. Qysh do t'a vazhdojsh tash? Do t'jetë shmrapa, a do t'vazhdojsh rrugën për para? Edhe doktoresha më tha, Astrije, se kur nuk më trase në Gjermani, se kam shumë kontakte me Gjerman, e me Gjerman, se jem shumë e ofër me njerës atje.